Përpara nesh kemi një historiane, një juriste, një grua të fortë, një studiuese e cila me guxim të jashtëzakonshëm ka arritur që nga errësira të nxjerrë fakte dhe argumente shumë të rëndësishme të historisë shqiptare dhe jo vetëm, edhe të historisë ballkanike. Për të kuptuar se sa e fuqishme është ajo, do të kujtoj vetëm disa tituj të librave të saj: Albanët, Pellazgët, Gjua Shqipe, Çelësi i gjuhëve indo-evropiane, dhe shumë vepra të tjera të cilat janë një trashëgimi e jashtëzakonshme për të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen. Ka ardhur nga Tirana për të nderuar edicionin e 3 gjurmëve të rënjeve tona, studiuesja e jashtëzakonshme dhe gruaja e fortë, do ta quaja, Elena Kocaçi. Përshëndetje të dashur motra dhe vëllezër, është shumë kënaqësi për mua të jem këtu sot. Dua të falenderoj shumë në fakt Misionin Katolik dhe Zotin Don Anton Uka që më ka ftuar. E falenderoj nga zemra dhe doja të them që kur më ftojnë përgjithësi komunitetet katolike ose edhe vetë drejtuesit e këtyre kishave që janë në Perëndim, unë vi me shumë kënaqësi sepse nga historia kam mësuar dhe kjo më ka bërë që të kem një respekt të veçantë pikërisht për ta, për arsye se kanë kontribuar shumë për ruajtjen e kombit shqiptar dhe kanë merita të jashtëzakonshme për këtë. Nga ta pothuajse gjithë shqiptarët kanë mësuar edhe faktin e tolerancës fetare, sepse sot është komuniteti më tolerant fetar që ne kemi në Shqipëri dhe dua të falenderoj pa mas për këtë. Gjithashtu, dua të falenderoj shoqatën Nën Tereza me kryetar Nuer Zalli, që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në trojet shqiptare, një kontribut humanitar, që unë isha sot tek shoqata dhe u informova dhe në fakt shumë gjëra nuk i di as vetë, dhe dua të falenderoj nga zemra personalisht për gjithë kontributin që keni dhënë për shqiptarët në nevojë, në kohën ku Kosova ishte edhe pa shtet. Sot është dita e alfabetit dhe fatikisht dua gjithashtu të uroj gëzuar, sepse është një ditë dhe një festë kombëtare pothuajse në gjithë trojet shqiptare. Gëzuar sepse pa dije një kombë është si pa shpirt, sepse dija është ajo që e çon një kombë përpara. Dhe shpresoj që shqiptarët janë njerëz të zgjuar dhe ambicioz. Dituria nuk lind me njërin, ne lindim të zgjuar në një farë mënyre, por të ditur duhet bëhemi, kështu që për këtë arsye duhet fokusohemi edhe më shumë tek dija. Atëherë, unë do mundohem që të flas për rëndësinë e Bogdanit nga pikpamja historike, për arsye sepse është trajtuar shumë pak në këtë këndvështrim. Do mundohem të flas me fjalë që të kuptohem nga të gjithë, sepse është pak e vështirë për ne si studius që të flasim me termat tona dhe të përkthejmë ato gjithashtu në termat e të tjerëve që nuk janë për shembull të fushës së historisë, por unë do mundohem që të jap më të mirën sot. Atëherë, zonja më përpara foli disa fjalë për jetën e Bogdanit dhe nuk dua që të përsëri ato që ajo tha më përpara, po dua të them që Bogdani nuk është i madh për historiografinë shqiptare, vetëm se ka qenë i madh edhe në fushën fetare, sepse ai dha një kontribut i jashtëzakonshëm dhe duke qenë një nga njerëzit më të shkolluar të kohës, dhe duhet kemi parasysh një gjë, që dija në atë kohë ishte lidhur pikërisht me kishën, me etrit e kishës, për arsye sepse ato ishin njerëzit më të shkolluar që kishte shoqëria në atë kohë. Kështu që dhe Bogdani, duke qenë se u shkollua dhe nuk është se merrnin vetëm mësime fetare, ato merrnin dhe mësime filozofike, etike, morale, historike, gjuhësore, pra nuk ishin njerëz të thjesht, ishin enciklopedi. Edhe Bogdani i përket pikërisht atyre njerëzve të historisë së Shqipërisë
që janë një enciklopedi apo janë një institucion të cilët meritojnë respektin tonë më të madh. Nga pikpamja, jo vetëm nga pikpamja historike, por edhe nga pikpamja e vlerësimit të tyre politik. Atëherë, çfarë do të përmendja? Duhet kemi parasysh një gjë, që përveç se në anën fetare unë doja të thoja që ka qenë një figurë e rëndësishme sepse u shkollua në Kolegjin Ilirik të Loretos dhe ka shërbyer si famultar në Pult dhe më vonë pasandaj ka studiuar në Kolegjin Propaganda Fide të Romës, ku ka qenë një nga shkollat më elitare të asaj kohe, ndoshta ka qenë një universitet edhe ishte i tillë. U emërua peshkop në Shkodër për 21 vjet. Më pas Bogdani ka qenë i 35 i peshk i Shkodrës, sipas një kronologjie që jep Illyricum Sacrum. Ai u emërua administrator i krye peshkopatës së Tivarit, Antivarit. Dhe më vonë, në 1677, ai pasoi xhaxhain e tij si krye peshkop në Shkup. Duhet kemi parasysh një gjë që ai ka pasur një konflikt shumë të madh me Perandorinë Osmane dhe shpesh shkonte në drejtim të perëndimit dhe do të flasim pak më poshtë edhe për një kryengritje të cilën ka marrë pjesë aktive dhe që ka qenë në bashkëpunim në atë kohë me Perandorinë Austriake, për arsye sepse Perandoria Austriake kishte kultus protektoratin në Shqipëri. Kjo do thotë që kishte marrë në mbrojtje pikërisht komunitetin katolik shqiptar dhe këtë kishte bërë marrëveshje që kishte nënshkruar me Perandorinë Osmane dhe duhet kemi parasysh këtë që komuniteti katolik ishte në mbrojtjen austriake dhe komuniteti ortodoks më pas vjen në mbrojtjen ruse dhe prandaj ne kemi humbur ortodoksit dhe komuniteti musliman ishte pikërisht në mbrojtjen e kalifatit të asaj kohe të sultanit. Kështu që për këtë arsye këto tre komunitete kishin specifikat e veta dhe në këtë rast do ta trajtojmë Bogdanin për nga ky këndvështrim. Atëherë tek Bogdani, unë dua të ndahem tek fakti që ai përdor termin Maqedon për identifikimin e vet. Ky term është kaq i keq kuptuar, ndoshta edhe qëllimisht, ndoshta edhe njerëzit nuk e njohin, saqë thonë që pse thot Bogdani për veten e vet që unë jam Maqedon. Për mua, deklarata e tij unë jam Maqedon është një deklaratë historike me një rëndësi të jashtëzakonshme kombëtare, që të paktën ne si historian që njohim atë periudhë, njohim kohën, e dim dhe dua ta sqaroj dhe për ju pse ka rëndësi dhe prandaj po e marr nga pikpamja historike. Duhet kemi parasysh një gjë, që shqiptarët në shekullin e 15, 16, 17 quhen nga gjithë bota me disa emra, Arbër, Epirot dhe Maqedon. Madje ky term ishte që kur thoje Maqedonia kishte thënë Shqipëria, kur thoje Epiri, madje Epir quhet edhe Kosova. Dhe kur thuhesh gjuha epirote, nënkuptoi gjuha shqipe deri madje edhe në Bosnjë. Kështu që dua të them që këto janë disa terma historik, të cilët janë të lidhur me kombin ton dhe me historinë ton, dhe fakti që këto sulmohet pikërisht autoktonia jon, sepse po të referohemi Maqedonisë antike, duhet kemi parasysh një gjë. Maqedonia e Aleksandrit Madh ishte një Maqedoni që përbëhej nga fiset ilire dhe ka qenë shtet, por nga përbërja etnike ishin pikërisht të tanët nga prejardhja. Nëse flasim për Aleksandrin Madh Maqedonisë, të cilën unë sapo e kam nxjerrë dhe ka pas fatin që të sjell disa libra këtu me ju, Aleksandri Madh kishte maman nga Epiri, Mirtalen, babane kishte mamane kishte Tosk, babane kishte Geg. Aleksandri Madh mbahet sot si nga burrat më të mëdhenj të këtij planeti, por që ishte një kombinim i shkëlqyer Gego-Tosk dhe për këtë ne kemi folur shumë pak, përveç se kemi vënë monedhës lekun, por nuk e kemi trajtuar, ne ja kemi lënë historinë tonë tjerëve. Dhe termi Maqedoni ka shumë rëndësi. Për shembull, unë dua t'u them vetëm disa pika, pse ka rëndësi. Bogdani, kur flet për lekën e madh dhe kur bën një kronologji në librin e tij Jetët e shekullit, ai saktëson gjithashtu se në vitin 3623, sa to marrin historinë biblike, leka i madh prej Petrele ndarni zu fill monarkun e vet ndërmatjet, përdor atë gjuhën asaj kohe. Dhe çfarë do të thotë kjo? Ai thotë që leka i madh ka lindur në Petrel, e thot Bogdani, për Aleksandrin, po e thot më përpara dhe Frank Bardhi. Janë të dy historianët mesjetar, për mua, se Bogdani për mua ishte historian, të cilët na japin një të dhënë të jashtëzakonshme për qytetin e lindjes së Aleksandrit Madh. Në Petrel është një kështjell
që është afër Tiranës dhe në përballë saj është një qytet antik që quhet Përskjopi dhe që mendohet se ka qenë qendra e mbretit Ilir Glauk. Glauku aty thuhet se ka mbajtur Pirron. Gjithashtu dhe Aleksandri Madh kur u pati një sherr me Filipin, ka ardhur te Pleurati, mbreti Ilir dhe ka ndonjë një vit. Pra Aleksandri është rritur në një farë mënyrë në Iliri. Tani, a ka lindur Petrela, është Pela, kur ka lindur pikërisht Aleksandri? Kjo është në çështje që duhet ishte hapur në historiografinë tonë zyrtare që nuk është hapur kurrë, sepse ka një lidhje midis Pela dhe Petrela, sepse ngjan nga ana fonetike, por unë do t'u jepja edhe një të dhënë shumë të rëndësishme historike. Në vitin 358 para lindjes së Krishtit, Filipi II, babai i Aleksandrit, pushtoi pikërisht të territor të Ilirisë. Pra ku është Pela, sipas Frankbardhit dhe Bogdanit, ose Petrela. Dhe në vitin 356, 2 vjet më pas, lind Aleksandri i Madh i Maqedonisë, që është burri më i madh që ka nxjerrë kombi shqiptar. Ai bashkë me Skënderbeun, Doklecianin, Konstantinin, Justinianin, janë figura të jashtëzakonshme dhe me ndikim botror. Dhe derisa lind 2 vjet pasi ai territori ishte pushtuar nga Maqedonia, ka shumë mundësi që edhe të ketë qëndruar pikërisht në këtë territor, pra në Pelën apo në Petrelën e Bogdanit. Kështu që kjo është për të trajtuar, është një e hapur historike që na jep Frankbardhi dhe Bogdani. Tjetër në lidhje me termin Maqedoni, sepse ka shumë rëndësi, sepse këtë e kanë sulmuar shumë Bogdanin dhe kjo është një nga aspektet më të rëndësishme të tij. Duhet kemi parasysh që të gjithë autorët, si Frankbardhi, Gjergj Merula, Barleti, nëse e keni lexuar, përmend që emri Shqipëri ata e quajnë Maqedonia. Pra, edhe vetë Skënderbeu ishte princi i Epirit dhe Maqedonisë. Pavarësisht se i thoshte unë jam arber, por përdorin këto dy emra dhe kanë shumë rëndësi. Pra Bogdani është në vazhdën e Skënderbeut, në vazhdën vazhdimsi e Frankbardhit dhe të gjithë atyre e Barletit dhe të gjithë atyre iluministëve dhe njerëzve të zgjuar dhe të ditur që kishte Shqipëria në shekullin 15, 16 dhe 17. Për shembull, tek Barleti, unë vrejta që identifikimi i termit shqiptar apo Shqipëria me Maqedonia ishte përmendur 50 herë. I identifikimi të shqiptarëve me Epirin 500 herë. Kjo do të thotë, imagjinoni se sa rëndësishëm ka qenë si koncept në atë kohë, dhe sot aktualisht, po ti thuash në një shqiptari që ne shqiptarët jemi Maqedon, e para fillon keq kuptimi më i madh. Fillon se thotë jo ne jemi shqiptar, s'kemi lidhje Maqedonian bullgarët. Jo, nuk janë bullgarët Maqedon. Maqedonia shqiptarët. Dhe ne duhet fillojmë të rivendikojmë dhe të marrim atë që na takon nga historia, sepse nëse ne heqim dorë pikërisht nga këto gjëra, ne heqim dorë nga Skënderbeu, ne heqim dorë nga Bogdani, ne heqim dorë nga Frankbardhi dhe ne heqim dorë nga historia. Antikitet Maqedonia ka qenë Iliri, edhe në mesjet i vetmi kom në botë që është quajtur Maqedonia shqiptarët, asnjë tjetër. Dhe sot e kësaj dite bëhet një luftë e jashtëzakonshme midis Greqisë, që nuk ka një identitet kombëtar për veten e vet, për arsye sepse popullsia vendase e Greqisë sipas regjistrave Osman, që unë i kam parë një të gjitha vet, është arbëreshe, ortodokse. Dhe me ndikimin e Rusisë, ata u bën grek. Dhe me marrjen e popullsive në 1923-shin, u përzihen edhe me turq, armen e tjerë. Kjo është një histori tjetër cilën unë e kam trajtuar. Por për të ardhur këtu tek dhe për ta mbyllur këtë konceptin e Maqedonisë, unë do të citoja vetëm kur i thot Skënderbeut, Ferdinandi që ishte i mbreti në atë kohë, i thot në Itali, i thot Skënderbeut që dhe s'është çudi kur ti e ke zanafillën nga stërgjyshur e nga një vend i tillë siç ishte sigurisht Epiri i paposhtur apo Arbëria e quajtur dikur Maqedonia, në të cilën kanë lindur dhe lulëzuar gjithmonë sa e sa pris nga më fisnikët dhe më të pathyeshmit, sa e sa udhëheq skapedan nga më kryetrimat dhe me energjikët, të cilët duke luftuar me rrepsin më të madh shtruan mbar botën. Dhe në të gjithë këto, ata i referon Skënderbeut si princi i Epirotëve dhe i Maqedonëve me një emër të fortë dhe të madh. Dhe citime të tilla janë pafund. Maqedonia apo Arbëria apo Epiri. Tjetër, kur flasim për Maqedoninë, do të citoj, janë shumë, nuk arrim dot, por unë do t'jap vetëm disa citate që janë shumë bukura.
Me të vërtet thot në kohën e Skënderbeut u kthye shkëlqimi i lashtë i Maqedonisë për Shqipërinë. Dhe dukej sikur kishin ardhur prap ata që ishin dikur të harruarit kohët e Aleksandrit dhe të Pirros. Dhe kur Barleti thoshte shqiptarëve çohuni, zgjohuni, ngrihuni të mbrohemi nga Osmanët, u kujtonte pikërisht që ne jemi bijtë e Aleksandrit dhe të Pirros. Ne kena pushtuar botën, si mund të lëm ne veten tonë në një sundim të huaj. Dhe unë kam parë një nacionalizëm të Barleti, më beson që nacionalizmin e Barletit nuk e kemi as ne sot. Thonë që nacionalizmi ka lindur shekullin e 19, po, ka lindur për kombet falso. Te shqiptarët nacionalizmi ka qenë gjithmonë. Të lexoni Barletin, Frank Bardhin, të lexoni Bogdanin, të lexoni, do të ndjeni shumë krenar dhe do të kuptoni sa të varfër jemi sot ne në raport me ta para 500 vjetësh. Dhe kush thotë që kombi dhe nacionalizmi ka lindë shekullin e 19, po, mund të ke lindë për gjithë botën, për shqiptarët jo. Shqiptarët kanë pas ndërgjegje kombëtare në shekullin e 15 dhe më të lartë se që kanë sot. Unë do të citoja pa fund për termin Maqedoni që lidhet me Shqipërinë dhe do ta mbyllja vetëm me disa punime të asaj kohe, për shembull Guceta, i cili ka shkruar një kronik të Maqedonisë nga koha e Skënderbeut, do të thënë nga koha e Aleksandrit të Madh deri te koha e Skënderbeut, sepse duhet të kemi parasysh Skënderbeu mban emrin Aleksandrit të Madh. Ato mban. Pra Skënderbe do të thotë Aleksandër. Ju vu pse? Sepse ai e mante veten për pasardhës të Aleksandrit të Madh. Ne e neglizhojmë këtë gjë. Por vetë Skënderbeu në atë kohë ka pas njohuri dhe ndërgjegje shumë më të madhe se ç'kemi ne sot. Dhe prandaj ai e ka mbajtur me krenari, pavarësisht se turqit i thoshin Skënder në turqisht, por që po ta referosh, ai ka qenë pikërisht Aleksandër. Madje te Kristovulo, që është një historiani i cili ka përshkruar dhe komplet luftrat në Shqipëri, ai e quajnë Aleksandri i Lirisë, Skënderbeun ton. Pra Aleksandri i Ilirisë. Dhe kur ndan Ilirin e ndan në 2 pjesë. Lufta thot me Skënderbeun i Ilirin veriore dhe lufta me buot që bëshin pikërisht në Ilirin jugore në Peloponez, kur bëhej kryengritja ilire apo shqiptare e Peloponezit, që ne nuk flasim absolutisht fare. Dhe ta imagjinosh nga pikpamja historike sa shtrirje të gjërë ka pas kombi jon dhe ku jemi ka ta ndisur ne në shekullin e 19 dhe 20. Dhe këto janë si mësime dhe psime që ne si popull të shpëtojmë çfarë mund të shpëtojmë dhe duke bazuar pikërisht nga të dhënat që na japin Bogdani e tjetri autor, Bardhi, Barleti e tjerë për të kuptuar se ku kemi qenë edhe se ku jemi. Tani, në lidhje me termi Maqedoni, dhe me këto unë s'do të mbaroja, kam një shumë faqe këtu të shkruara dhe nuk dua që t'u lodh duke cituar autor pafund, por unë doja të kaloja gjithashtu tek një pjesë e Bogdanit për fatin se çfarë kontributi ka Bogdani tjetër përveç historisë. Ka një kontribut në letërsi, është proza e parë e shkruar në historinë e Shqipërisë. Kjo i përket Bogdanit. Nuk ka prozë më të vjetër se proza e Bogdanit të shkruar. Faleminderit Zotit që është ruajtur, faleminderit Zotit që e kemi, sepse është shumë e rëndësishme për prozën dhe për historinë e letërsisë shqiptare. Ka një rëndësi sepse Bogdani veçse shkruan të Shqipen, pra e ka shkruar dhe ka shkruar shumë bukur, por ai ka bërë dhe një alfabet që quhet alfabeti epirotik. Dhe kur themi epirotik, ai kishte për fjalën për gjuhën shqipe. Duhet kemi parasysh në shekullin e 15, 16, 17, gjuha shqipe nuk quhej shqipe se nuk është përdore, po përdor gjuha epirotike. Epirot quhen edhe Dardania, gjuha epirote quhesh deri në më në veri dhe deri në Peloponez. Pra ne përdorim termin epirotik, pra për të thënë gjuha shqipe, dhe prandaj vetë Bogdani, kur ka folur për këtë, e ka quajtur pikërisht gjuha epirotike dhe ka përdorur edhe alfabetin i cili quhet alfabeti i Bogdanit dhe që është një alfabet pikërisht latin, me shkronja latine, një alfabet që ne ram dakord 1908, ku Bogdani mendje hapur dhe mendje ndritur e ka përdorur këtë 300 vjetë, 3 shekuj përpara se ne të binim dakord për një alfabet me gërma latine. Pra ne u mblodhëm të gjithë pas 300 vjet pas Bogdanit dhe bëm atë që ka bërë Bogdani para 300 vjetësh. Edhe për alfabetin ka qenë një luftë e jashtëzakonshme, sepse ka pas një ndërhyrje të madhe, fuqitë e mëdha thoshin që juve nuk keni gjuhë të shkruar, ju jeni pa letërsi, ju nuk keni libra historik, na thoshin neve, që kishim bërë Evropën, dhe
Por nga ana tjetër ata pretendonin se vendet që ishin krijuar në shekullin 19 ishin shumë agresiv për të zgjeruar dhe ato përdorin të gjitha llojet e mashtrimeve letrare historike për t'u marrë shqiptarëve pikërisht historinë dhe territorin. Keni parasysh, historia mbron territorin. Në marrëdhëniet ndërkombëtare historia është ajo që përcakton kufit. Dhe në kufit e Londrës, pikërisht historia që mbrojtja Austria ishte ajo që na shpëtoi deri diku. Në lidhje me alfabetin, unë doja ta mbyllja me këtë që ka qenë shteti austriak që nëpërmjet kultus protektoratit dhe për të mbajtur pikërisht paqen brenda kishës katolike, sepse kishim dy alfabete te kisha katolike dhe ato kishin frikë se mos futeshin në sherr me njëri tjetrin, bëri të mundur që të mblidhen shqiptarët nga të gjithë, konsulët austriak që ishin 8 konsullata në Shqipërinë atë kohë, kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm që shqiptarët të mblidheshin në manastir dhe janë mbledhur tek qiriazët, të cilët ishin ortodoks. Ku I kemi ne qiriazët në Maqedoni? Ku I kemi? U kanë vajtur shpesh atje. Nuk janë më. Ata janë, po janë bërë bullgar për shkak të fesë ortodokse. E kuptoni sa ka ndikuar feja në asimilimin e shqiptarëve në grek, bullgar, serb dhe malazez. Pjesa më e madhe e këtyre popive për qark na morën neve gjithë popullsinë ortodokse nëpërmjet kishës dhe nëpërmjet fesë, dhe ne sot I kemi humbur ata. Dhe kjo është I keqardhje shumë e madhe, një dhimbje shumë e madhe që ne shqiptarët fatikisht duhet ta kuptojmë dhe pavarësisht fesë që ne kemi, duhet jemi më ndihmës, më mbështetës me njëri tjetrin me qëllim që të shpëtojmë sa mund të shpëtojmë nga shqiptarët për mos t'u asimiluar. Dhe gjithashtu, ajo që unë do të thoja është se ky alfabet që u vendos, pasandaj u pranua nga të gjithë dhe është alfabeti që ne kemi sot, dhe falenderoj Zotit që u arrit një marrëveshje e tillë. Tani kur vim te Bogdani, duhet të kemi parasysh një gjë, jo vetëm për alfabetin, po Bogdani në atë kohë ka bërë dhe transkriptimin e shumë shkrimeve dhe e ka bërë për shembull fasadën e kishës së Shirgjit, e ka bërë pikërisht Bogdani transkriptimin dhe ishte I apasionuar pas shkrimeve të vjetra që ndodheshin nëpër kisha dhe I regjistronte ato edhe përpiqesh që edhe ti përkthente. Tani ne do të japim disa të dhëna për Bogdanin luftëtar, sepse deri tani folëm për Bogdanin si kontributin e tij historik, letrar, gjuhësor, por Bogdani nuk ishte vetëm I tillë, Bogdani ishte edhe jo vetëm I penës, por ka qenë edhe I pushkës kur ka vajt puna me mbrojt Shqipërinë. Dhe jo vetëm. Bogdani është nga të parët që kryengritja që është bërë ka qenë një bashkëpunim midis katolikëve, ortodoksëve dhe muslimanëve shqiptar. Pra, në kryengritje nuk ka marrë pjesë vetëm komuniteti katolik në ato vite, por ka marrë pjesë të gjithë komunitetet fetare shqiptare. Kjo është e theksuar nga të gjitha autorët e asaj kohe dhe nga arkivat. Dhe kjo tregon për fortësinë e mendjen e ndritur të Bogdanit, që madje edhe në meshat thuhet, ku merrte pjesë Bogdani, vinin dhe nga komunitetet e tjera, dhe muslimanët merrnin pjesë në meshat e Bogdanit. Dhe kjo tregon që ai ka qenë një figurë kombëtare që shqiptarët e kanë dashur te I feve. Pse Bogdani mori pjesë, në fakt ka bashkëpunuar me Austro-Hungarinë asaj kohe, se kishte kultus protektoratin, Austria në atë kohë kishte konflikt me perandorin osmane, shqiptarët munduan që ta shfrytëzonin konfliktin për të shliruar, është e drejta e çdo kombi për të shliruar nga një pushtues I huaj, sepse çdo komb duhet vetë qeveriset vet dhe të ketë drejtuesit e vet dhe jetën e vet. Dhe është komplet e justifikuar gjithë kryegritja që shqiptarët kanë bërë gjatë gjithë historisë me qëllim që të kenë shtetin e tyre. Ka bashkëpunuar me Piccolominin dhe janë ngritur 6.000 luftëtar, musliman, katolik, ortodoks, tu udhëhequr nga Pjetër Bogdani dhe Tom Rospasari, të cilët ishin kryengritës të kësaj kryengritje, dhe nga këto të dhëna që ne kemi nga kryengritja ne marrim disa të dhëna shumë të rëndësishme për Kosovën e asaj kohe, sepse shpesh thuhet që Kosova, si thon serbët, jo po e kanë shqiptarët e kanë nuk e kanë pasur, sepse ç'ka ndodh në regjistrimin e parë osman të Kosovës, popullsia ka qenë kristiane, nuk ka qenë muslimane. Dhe ata duke parë kristiane, serbët thonë ja këta janë serb, pa ata si janë serb, janë shqiptar. Më shkruan një shqiptar një ditë, më thot nuk di çfarë përgjigje t'i jap një serbi. Pse më thot mua? Se më thot që në Kosovë thot kur kanë ardhur turqit kanë qenë vetëm 1% shqiptar.
Po i thoi, thash që nuk regjistroi popullsia nga turqit si pas kombit, po si pas fes, dhe shqiptarët atër ishin kristian. Prandaj ata kristianët nuk janë sërë, po janë shqiptarë. Dhe kështu që edhe të Bogdani ne shikojmë për shkakun që Nishi në atë kohë ishte me shqiptarë. Dhe gjitha dhe zonë që 1878 u shpërgul me forcë në drejtim Turqisë. Dhe këto të dhëna që na japen janë të dhëna shumë të rëndësishme. Për shkakun në Nishë, Prokuple, Toplic, Lap, janë zona që përmenden që janë në atë kohë me shqiptarë. Gjithashtu në këtë kohë Piccolomini së bashku me Bogdanin është pritur dhe nga popullsia shqiptare në Shkup, dhe duke parasysh në Shkup ka pasur një komunitet madh katolik. Pavarësisht se sot nuk është, aq i madh sa ka qenë, shumë pak, por në atë kohë ka qenë një nga qendrat, siç ka qenë Peja, Gjakova, Shkodra, ka qenë edhe Shkupi. Dhe në të dhënat që japin arkivat austriake, përmendet Rozhaja, Belopoje, të cilat ishin të banuara me shqiptar. Pra, dokumentacioni i kohës provon se trevat e Kosovës, apo Dardanis si pëlqej unë ta quaj, gjatë luftrave austro-turke kanë qenë edhe më gjerë, mbra dhe Trojet që janë një pjesë Serbisë sot, por që ka qenë pjesë e Dardanisë antike, kanë qenë të banuara nga shqiptarë, dhe kjo vërteton atë që edhe në ato vite ne kishim shqiptarë pothuajse edhe në gjithë Serbinë e Jugut. Për ta përmbledhur, unë do doja të thoja, sepse nëse do flasim nuk do të mbaroj asnjëherë, po do doja të thoja vetëm këto që figura të tilla si Bogdani, Barleti, Frank Bardhi, ose etrit e kishës katolike të cilët në ato periudha kanë shkruar, por dhe deri në shekullin 19, janë figura të një rëndësie të jashtëzakonshme kombëtare, sepse mbi tonë kemi bazuar historinë, gjuhën dhe të qenurit shqiptar, dhe patjetër që të gjitha komunitetet kanë një kontribut caktuar, edhe ortodoksi, duhet kemi parasysh, nuk ka qenë Greqia e krijuar në shekullin 17-18, edhe tek etrit e kishës ortodokse, se kanë qenë të dritur, të ditur, ka një kontribut të jashtëzakonshëm. Duhet kemi parasysh edhe tek kleri musliman, ka një kontribut gjithashtu të jashtëzakonshëm, pa u bërë ndikimi slav, që kanë ndikuar më pas për të konsideruar shqiptarët si turq me qëllim që ti të bojnë. Por, duhet i japim meritat që u takojnë atyre komuniteteve që vërtet kanë kontribuar, dhe në këtë rast Bogdani dhe shumë etër të kishës kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për kulturën, historinë, gjuhën, kombin tonë, dhe që duhen nderuar dhe respektuar nga të gjithë ne. U falenderoj shumë që ishit këtu sot, falenderoj të gjithëve. Nëse do flas për historinë, për Zotin, për gjuhën, më besoni që bashkë nuk do të mbarojmë edhe pas një muaje, sepse kam shumë pasion. Falenderit shumë, shumë falenderit. Shumë falenderit.